Avaz, kur ka zbritur Kurani dhe në çfarë forme ka zbritur? Po, pak më lartë përmendëm ajetin, ku Allahu thotë, "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Muaji Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kurani. Pra Kurani ka zbritur në muajin e Ramazanit, saktësisht në natën e Kadrit, që është në 10 e fundit të Ramazanit, "Inna anzalnahu fi laylatil qadr." Ne kemi zbrit atë Kur'anin në natën e Kadrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përpara se të vinte shpalla hynore, ai shkonte në shpellën Hira, që gjendet pranë Mekës. U vetmonte, meditonte për madhështinë e Allahut. Në mbrëmjen e ditës së hanë të muajit Ramazanit, përderisa ai ishte brenda në shpellën Hira, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zbret Xhibril alaihi salam dhe i thot atij 3 herë të lexon, "Iqra", lexo. E pyet pejgamberi alaihi salam se çfarë të lexonte. Xhibril alaihi salam ja komunikoi, ja shpalli 5 ajetet e para të surës Alaq. "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq", lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi gjithçka. "Khalaqa al-insana min 'alaq", e krijoi njeriu nga një pikë gjaku, lexo, Zoti yt është bujari më i madh, i cili me anë të penës ja mësoi njeriu ato që nuk i dinte. Këto ishin 5 ajetet e shpallura, 5 ajetet e para të shpallura të këtij libri. Ndërsa sa i përket ajetit të fundit, është ajeti 281 në surën Al-Baqara, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah", dhe ruajuni asaj dite që do të ktheheni te Allahu dhe çdo kujt do të jepet ajo që ka fituar, as kujt nuk do t'i bëhet padrejti. Andaj me fillimin e shpallës së këtyre 5 ajeteve, ju bë e ditur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ishte pejgamberi i fundit, ishte vula e pejgamberisë. Dhe sa i përket formës së zbritjes, Abdullah ibn Abbasi, komentuesi i Kuranit, sahabi, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na e tregon, transmeton, thotë se Kurani ka pasur 2 zbritje. Kurani ka pasur 2 zbritje. Zbritja e parë është nga Lauhi Mahfudhi, e cila është pllaka e ruajtur, libri i ruajtur, ku Allahu para se të krijon qiellin dhe tokën ka caktuar, ka shkruar gjithçka. Pra kjo është zbritja e parë nga Lauhi Mahfudhi, nga libri i ruajtur në qiellin e dunjas, dhe kjo ka qenë zbritje e plot për më një herë, zbritje e tërësishme. Dhe zbritja e dytë është nga qielli i dunjas tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një periudhë 23 vite. 13 vite në Mekë, 10 vite në Medinë, dhe zbritja ka qenë sipas nevojës. Zbritja ka qenë sipas nevojës.